Tre punonjës të Bashkisë së Vlorës janë pezulluar nga detyra që prej datës 19 dhjetor 2025, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë marrë karburant nga mjetet e punës në pikën e grumbullimit të mbetjeve. Në lidhje me këtë ngjarje ka nisur procedimi disiplinor dhe ndaj një efektivi të policisë bashkiake. Ngjarja është regjistruar pikërisht në 19 dhjetor, kur punonjësi i policisë bashkiake ka njoftuar përgjegjësinë e sektorit se shoferi i një kamioni të ushtrisë i parkuar brenda territorit të pikës së grumbullimit të mbetjeve dhe angazhuar në pastrimin e rrjetit të kanalizimeve të qytetit kishte konstatuar shenja të dyshimta që tregonin se nga mjeti i punës mund të ishte marrë karburant. Menjëherë pas njoftimit, përgjegjësi i sektorit së bashku me efektivin janë paraqitur në ambientet e pikës së grumbullimit të mbetjeve. Pas kontaktit me komandantin përgjegjës të mjeteve të ushtrisë, janë siguruar dhe verifikuar pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku ishte parkuar kamioni. Nga verifikimi i pamjeve filmike, rezulton se kamera monitoruese që mbulon të këtë zonë është spostuar qëllimisht. Një situatë e ngjashme është konstatuar dhe në një tjetër interval kohor. Gjatë këtyre orareve me shërbim ka qenë i planifikuar efektivi i policisë bashkiake MJ. Sipas deklarimit të tij, kamerat janë lëvizur me arsyetimin se dy punonjës të ndërmarrjes së pastrimit me inicialet AB dhe BH i kishin kërkuar zhvendosjen e pamjes së kamerave për të furnizuar automjetin e tyre me një bidon naftë. Në vijim të këtij rasti, policia bashkiake ka nisur procedimin disiplinor ndaj efektivit MJ për shkelje gjatë kryerjes së detyrës, ndërsa hetimet administrative vijojnë për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes. Megjithatë, pavarësisht masave të marra, punonjësit e përfshirë kanë kërkuar të paraqiten sërish në punë.